Kryeministri Edi Rama ishte i pranishëm në aktivitetin e organizuar nga Agjencia Kombëtare e Rinisë ku prezantuan rezultatet e arritura deri më tani nga programi kombëtar i praktikave të punës për studentët e ekselencës. Në fjalën e tij, Rama nënvizoi rëndësinë e potencialit të këtij programi si një hap kryesor drejt integrimit të rive në tregun e punës dhe në sistemin e administratës publike. Ky program ka punësuar në mënyrë përfundimtare në administratën e shtetit rreth 1600 persona. Dhe nga ana tjetër, besoj që tani kemi kapërcyer edhe një ngërç përmes këtij programi, atë ngërçin e eksperiencës që faktikisht i ka penguar në të shkuarën shumë vajza dhe djemë që të fitojnë konkurset e shërbimit civil për shkak të mungesës së eksperiencës. Rama foli gjithashtu rreth projektit të garancisë rinore i cili po implementohet në bashkëpunim me Bashkimin Evropian dhe synon të ofrojë mbështetje ekonomike, trajnim dhe aftësim profesional për të rinjt. Ka si qëllim të ofrojë mbështetje ekonomike, të ofrojë trajnime dhe të ofrojë aftësim profesional për të rinjt. Ka si qëllim të sigurojë mundësi konkrete punësimi, të sigurojë vazhdimin e arsimit, formimit profesional dhe praktikave dhe patjetër të fuqizoj pjesëmarrjen e të rinjve në jetën sociale dhe ekonomike të komunitetit. Sugjeroja me shumë dashamirësi që të njiheni me këtë projekt. Është një projekt edhe financiarisht i qëndësishëm, është rreth 65 milion euro mos gabon, dhe të shikoni se si mund të angazhoheni me këtë projekt. Megjithatë, pavarësisht këtyre politikave dhe iniciativave inkurajuese për të rinj, tendenca e emigrimit vazhdon të mbetet shqetësuese. Sipas të dhënave të publikimit të Eurostat, vetëm gjatë vitit 2025, Shqipëria ka humbur rreth 18.300 të rinj në moshën 15-29 vjeç, duke ulur popullsinë e kësaj grup moshe me 4.32% në vetëm 405.832 të rinj. Këto statistika ngren shqetësimin për efektet afatgjata demografike dhe të zhvillimit ekonomik, duke treguar se megjithë përpjekjet për të krijuar mundësi dhe për të forcuar aftësinë profesionale, shumë të rinj po zgjedhin të ndërtojnë të ardhmen e tyre jashtë vendit. Rama nënvizoi se programet e punësimit dhe mbështetjes së të rinjve do të vijojnë, ndërsa theksoi rëndësinë e bashkëpunimit me partnerët ndërkombëtar për të adresuar sfidat e tregut të punës dhe për të dhënë zgjidhje këtij fenomeni në rritje.